Astrologjia u jep përgjigje shumë pyetjeve në lidhje me marrëdhëniet ndërpersonale, ndaj ekziston dhe një listë shenjave të zodiakut që vështirë se mund të krijojnë dhe ruajnë miqësinë. Dashi dhe gaforja. Dashi dhe gaforja lidhen gjatë bisedave të përbashkëta, por ata nuk do të jenë në gjendje të adorojnë njëri tjetrin, kur gjërat fillojnë të shkojnë drejt greminës. Dashi është impulsiv dhe i gatshëm për të luftuar ashpër nëse është nevojshme. Gaforët shmangin pa lumturinë dhe janë jashtëzakonisht të vëmendshëm ndaj ndjenjave. Ata mund të ndihen të lënduar nga sjellja e dashit që pëlqen të kontrollojë gjithçka. Demi dhe Briciapi, këto dy shenja vështirë se mund të jenë fleksibël me njëra tjetrën. Është vështirë të zgjidhen zënkat mes tyre sepse janë shumë të ngjashëm. Ata janë kokë fortë dhe u përmbahen rregullave të tyre. Nuk do të këshkojnë për të kërkuar falje dhe më lehtë preferojnë që të përfundojnë miqësia sesa të bëjnë kompromis. Peshorja dhe gaforja. Peshorët kanë prioritet ekuilibrin në të gjitha aspektet e jetës, ndaj mund të jenë paksa të pandjeshëm në krahasim me gaforët. Gaforët ndonjëherë mund të bëhen tepër emocional dhe kjo mund ta irritojë peshoren, deri në atë pikë ku zënka është vetëm mundësi e mbetur. Këto shenja nuk mund të zgjidhin kurrë një konflikt pa grindje. Luani dhe Luani. Luanët pëlqejnë të jenë në qendër të vëmendjes, por nëse dy personat të njëjtës shenjë përplasen mund të bëhet goxha e shëmtuar. Mes dy luanëve do të ketë një luftë për pushtet, pasi luanët njihen si konkurrues. Ata urrejnë kur u hiqet vëmendja. Është vështirë të mbash një marrëdhënie të përzemërt kur të dy ndonjëherë janë mjaft agresiv. Shigjitari dhe Virgjëresha. Virgjëreshat i duan rregullat dhe shigjitari pëlqen t'i thyejë ato. Shigjitarët ndihen të gjykuar dhe të kritikuar për mënyrën se si jetojnë, pa kujdes apo stres. Shigjitarët do të ndihen të mbyllur nëse detyrohen të vazhdojnë të shoqërohen me Virgjëreshat. Nëse mendojnë se është e drejtë, shigjitarët do të largohen nga miqësia sa më shpejt që të kenë mundësi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.